Unë bëj pjesë në atë grupin e njerëzve që më e pakta aferën e portit të Durrësit e shikoj si aferë korruptive. Ajo është një aferë antikombëtare, është një aferë me pasoja të rënda në sigurinë e Shqipërisë, por edhe të partnerëve tanë, nëse do t'i qëndrojmë dhe marrëdhënieve që kemi me si aleat të NATO-s. Ndërkohë që në tetor të 2022-shit, kjo çështje u kallëzua në SPAK, me gjithë ato elementet teknik që përmendi dhe Antela dhe Besniku, dhe të mos e ngarkojmë edhe panelin me gjëra të tepërta, por ajo pyetje që unë dhe ne gjithë bëjmë sot është çfarë e pengoi SPAK-un në tetor të 2022-shit, që në kohë rekord për 5 ditë e bën çështjen me mos fillim, pra as nuk e hapën fare çështjen. Ndërkohë që unë e ndoqa, e çova në gjykatën e shkallës parë të posaçme, të cilët mbajtën të njëjtin qëndrim, apeli mbajti të njëjtin qëndrim, dhe që nga janari 2022-shit, kjo çështje ndodhet në gjykatën e lartë që sipas informacioneve që kam, do mbajnë të njëjtin qëndrim për sa kohë që ne e dim se kush i merr vendimet, sidomos në lidhje me këto çështje, dhe pse gjyqtarët dhe prokurorët nuk ngrihen në lartësinë e detyrës dhe të kushtetutës. Po kështu dua të kujtoj realisht me dhimbje se si nga 9 antarë të gjykatës kushtetuese, kërkesën e deputetëve Partisë Demokratike, 8 antarë përveç Sonila Betjes e rrëzuan. Pra, të 8 antarët e gjykatës kushtetuese u bën në krah të grabitjes, të vjedhjes, të përçudnimit që i bëhet Durrësit.